Ndarja e anëtarëve të gjykatës kushtetuese 4 pro e 4 kundër rrëzoi kërkesën e kryeministrit Edi Rama për çështjen e pezullimit të zëvendës kryeministres, por nuk i dha një zgjidhje reale konfliktit të kompetencave mes ekzekutivit e gjyqësorit, sipas njohësve të ligjit dhe njohësve të politikës. Duhet diçka, ose me rrëzim, domethënë rrëzim me shumicë, pra të ishte rrëzim me shumicë votash, jo rrëzim se janë votat e barabarta. Nga pikpamja e lëndës juridike, çështja është e ezauruar dhe tani çështja ka ngelur vetëm në pikpamjen politike. Ervin Karanja, ish prokuror, kujton një vendim të gjykatës së Strasburgut, konkretisht në çështjen Marini kundër Shqipërisë, ku barazimi në kushtetuese cilësohet shkelje e Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut. Gjykata e Strasburgut e ka quajtur shkelje kur një çështje nuk formohet shumica e parashikuar në ligj. Analisti Lavdrim Lita bën një lexim mes politikës dhe drejtësisë të çështjes, që vuri përballë në kushtetuese ekzekutivin dhe gjyqësorin, në këtë rast SPAK-un. Politika ka dashur të luajë me këtë vendim. Mendoj që ka pasur një bashkëpunim të fshehtë midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Karanja, kur thirret në interpretim, thotë se përgjegjësia për situata të tilla bie mbi deputetët, të cilët sipas tij miratojnë ligje që nuk i kuptojnë. Kjo është një pasojë që vjen nga hartimi i gabuar i ligjeve të reformës në drejtësi. Me vendime të rëndësishme që pritet të vinë, Lita nënvizon se plotësimi i gjykatës kushtetuese me 9 anëtar, numër tek, është një domosdoshmëri urgjente. Duhet garantuar me çdo kusht të plotësimi i 9 anëtarëve, sepse gjykata kushtetuese është bërë tashmë përcaktuese për shumë çështje. Gjykata kushtetuese pasi seancë maraton vendosi rrëzimin e kërkesës së kryeministrit Edi Rama për zgjidhjen e konfliktit mes Këshillit të Ministrave dhe Prokurorisë Speciale, duke lënë në fuqi masat e pezullimit ndaj zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku.